Serbia është mundur nga Shqipëria në Leskovac dhe padyshim kjo është përjetuar si një tragjedi në këtë vend. Jo vetëm rrjetet sociale, por edhe mediat vendase kanë kritikuar ashpër ekipin kombëtar me tituj të rënd, që theksojnë kryesisht se si skuadra ka shkaktuar një tragjedi kombëtare në Serbi dhe kishte dalë nga rrugëtimi për botrorin dhe se trajneri Dragan Stojković e kishte mbyllur me përfaqësuesen. Media më e madhe serbe Kurir shkruan se Serbia ka përjetuar një nga humbjet më të vështira në histori. Pikësit e erdhi koha, Shqipëria festoi në Leskovac dhe nxori shqiponjat jashtë Kupës së Botës. Ndërkohë, Sport Klub raporton turpërim dhe katastrofë. Shqipëria na nxjerr jashtë Serbin dhe Piksin. Sa i përket portalit Alo Sport, ata raportojnë mbrëmje vështirë në Leskovac, shqiponjat pësojnë një humbje të dhimbshme. Shqipëria e trondit Serbinë në Dubočica. Ekipi përfaqësues është më larg nga play-offi dhe kualifikimi në Kupën e Botës. Titull për të ardhur keq ka edhe Mozak Sport. Një turpërim epik që nuk mund të shplahet, shkruajnë ata. Ndërkohë portali B92 shkruan, një humbje që të them me të vërtet, Shqipëria në Leskovac distancon Serbin nga Kupa e Botës. Sa i përket Tanjung, ata raportojnë, lojtarët serb munden nga Shqipëria në Leskovac, vazhdon rrugëtimi për në play-offin e Kupës së Botës. Ndërkohë RTS-ja shkruan se kjo ishte një humbje e dhimbshme në Leskovac. Shqipëria është më afër play-offit të Kupës së Botës se sa Serbia për ta. Ndërkohë Blik shkruan, tragjedi dhe fundi i idesë së Piksit. Shqipëria në Leskovac i shoi Serbisë ëndrat për botrorin.